Në këtë fushat nuk kam dalë për të folur më shumë, por kam dalë për të dëgjuar, sepse unë nuk jam një politikan me profesion, nuk jam rritur në parti, nuk jam rritur me fjalime. Jam një njeri punës, si përmarrës. Jam mësuar të krijoj nga hiçi, me punë, me ide, me njerëz, jo me tendra, jo me miq, jo me pazare. Dhe kur flas për ekonomi, për projekte, për shtetë të vogël, flas sepse i kam përjetuar vetë, jo sepse i kam lexuar në libra. Çdo ditë jam në rrugë, në biznese, në dyqane, mes njerëzish që kërkojnë t'ia dalin vetë me punë dhe sakrifica. Jam me styre, jo për të premtuar, por për të dëgjuar. Unë nuk flas me megafon, nuk bërtas për vëmendje, unë preferoj të dëgjoj, sepse besoj se politika e re nuk fillon me fjalë, por me vepra. Ndryshimi nuk vjen nga ata që sillen sikur i dinë të gjitha, por nga ata që pyesin, si je, si po shkon puna, çfarë të pengon t'ia dalësh, çfarë të pengon të rritesh. Kjo është politika që unë besoj, jo ajo që mban fjalime, por ajo që kërkon të të kuptoj.